Sigurisht edhe ju keni pa njerëz të lodhun që duken për jashtit. Njerëz që edhe kur hecin e kanë trupin e shtramum. Njerëz që duken që s'kan flejt me muj. Edhe rrudhat në fytyrë ju buhen më të dendura. E shef që e ka një e vren apo e ndjen që e ka një energji shumë t'ulët. Edhe duket kur i shikon që janë të luftu me krejt botën. Ndoshta ke pa ose njeh persona tillë, por ndoshta je edhe ti vetë në këtë gjendje. Çka do më thonë kjo? Këta njerëz nuk janë luftë me botën, po janë luftë me brendin e tyre. Janë konflikt mrena vetes, nuk janë dialog me veten e tyre, nuk janë në harmoni fare me jetën. Pse? Sepse njerëz të tillë janë duke mundu me kontrollu jetën e tyre me mendime. Edhe me që kanë shumë mendime, ata janë vetëm në kokë. Edhe ma e keqja se nuk din me menaxhu mendimet, ata identifikohen me çdo mendim që e kanë. Dhe njerëzit që jetojnë këtë mënyrë janë zakonisht njerëz më të pavetëdijshëm. Tani kur personi është vetëm në kokë, largohet prej zemrës. Mendimet janë kontroll, mendimet janë me frikë, mendimet janë dyshime, sidomos to pavetëdijshmet pra. Edhe zemra është ndjenja. Zemra e keni pa për shembull kur marrim vendime edhe marrim vendime me kokë, atëherë i bim pishman, po kur marrim vendime se e kemi ndje, i kemi dhënë vetes kohë, kemi bo me zemër, nuk i bim pishman, se kemi bo një zgjidhje dur, një vendimarrje dur, sepse e kemi ndëgjuar më shumë ndjenjen se sa mendjen. Mendja është racionale, mendja është më shumë pjesa e egos, kjo don me i ditë gjanat përpara, por kjo don kontroll. Edhe sa më shumë që mendojmë edhe sa më shumë që kontrollojmë, hala më shumë futem në mendime edhe nuk dim si me dalë për këtyre mendimeve. E që kjo është pikërisht arsyeja pse këta njerëz janë të lodhur. Pra, sepse kanë krejt dominancën prej mendimeve tyre, janë larg zemrës tyre, bohen si dru, mbyllen, ndoshta edhe me kohë hynë në apati, nuk kanë as ndjenja mo, as për jetën, as për njerëz, as për asgjë tjetër, sepse janë pothuja se 100% në kokën e tyre, edhe kjo krijon një stres jashtëzakonisht të pamenaxhuar pastaj. Nëse njeh një persona tillë, ose nëse ti vet merre këtë video edhe praktikoje një herë, reflekto një herë, shiqo a je më shumë kokë, a je më shumë zemër, boje pak një lloj ndryshimi, mundohu pak me ndje zemrën tënde, me ndje ndjenjat e tua, sepse sa më shumë pra që je në kokë, aq më shumë je larg realitetit dhe aq më shumë je larg manifestimeve apo manifestimit jetës tënde që e don. Me luftu kundër mendimeve tua është gabimi më i madh. Çka duhet me bo është thjesht me mësu me i pranu ato.